kur flet Allahu për dashurinë, tregon se besimtarët e dojnë Allahun shumë më shumë se kushdo qoftë që e don dikën jetën e kësaj bote. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Besimtarët e dojnë Allahun më shumë se që ata të tjerët i dojnë idhujt e tyne, zotat e tyne, knatësit e tyne, pasurit e tyne, pushtetin e tyre e shumë të tjera. Prandaj, dashuria e besimtarit dhe Allahut është e veçantë, specifike dhe dominant të gjitha dashurit e tjera. Madje nga kjo dashuri burojnë pastaj edhe dashurit e tjera në jetën e kësaj bote. Dhe si pasojë e kësaj dashurie, ne Allahun e adhurojmë. Nuk është kufizim, nuk është një poshtnim larg asaj, është dashni. Për këtë arsye të ndërrozër e keni pa dhe keni përjetu se ti je i gatshëm me pagu çmimin e adhurimit pavarësisht sa të kushton në rahatin tonë, në komoditetin të mëse, për shkak se dashuria ndaj Allahu xhallahu ala që manifestohet përmes adhurimit është më e madhe se çfarë do qefi apo kënaqësia e kësaj dhunjoje. Një musliman nuk mund, musliman që e don Allahun sinqerisht po flas, i cili Allahun e adhuron si duhet, nuk mundesh absolutisht me e mashtru që në raport me çfarë do përfitimi material, ai me shkel kufin e Allahut azza wa jall. Për shembull të ndrozur, me çfarë kosto, me çfarë pagese, për shembull, ti si musliman e këshillon namazin e xhamos. Për çfarë? Pas një arsye, me të pagu dikush më ani sot pa fala për ballë që se shumë me parash. Për ballë që ti pushteti, për ballë që saj knatësie, për ballë që saj mirësie, cila do të ishte ajo? Sa do të ishte që ti do ta braktisje namazin e mos? Këtë besimtar nuk e bën kurrë. Dunjon me ato. Pse i don këto gjëra normal, është e natyrshme me dashur paran, e natyrshme me dashur autoritetin, e natyrshme me dashur tash saktur, e natyrshme është. Mirë po, nëse dashuria ndaj këtyre realisht është në dëm të dashurisë ndaj Zotit xhallahu ala, ato absolutisht nuk janë funksionale, as nuk kanë mendikim. Prandaj është dashni, nuk është imponim, nuk ka mundësi me kon imponim. Nga se Allah tha, la ikrahe fi din, nuk ka dhunë, nuk ka detyrim në adhurim, ka dashni, në Allahun e dojmë. Prandaj shumë njerëz kanë habitën, e pse për shembull rinia po kthehet në fe, e pse vajzat po mbulohen, e pse xhamiat po mbushën, për shkak se po shtohet dashnia për Zotin, për këtë arsye. Njerëz Allahun po e dojnë për shkak se më shumë po e njohin. Po ka mundësi me e njoft më shumë Allahun azza wa jall, po ka më atë për shpjegime për Allahun xhallahu ala, dhe kur zemra mbushet një uri, patjetër pastaj reflekton me dashuri.